është e qartë. Ariglon, ndihem shumë solidar me historinë tuaj. Doja vetëm që t'ju këshilloja si avokat që duhet luftoni fort ke biletat. S'duhet të trajtoni si një çështje ke parasysh që këta tash po na bëjnë. Jo, është projekt kundër jush për të çmontuar sistemin. Dhe kjo biletave është e dëmshme shumë për kombëtarën, është e dëmshme. Duhet trajtohet si një çështje që ka rëndësi. Kjo puna e biletave. Pra nuk duhet të ishin dorë nga kjo lufta e biletave. Unë këtë kisha këshilli juridik, kurse po publikun duhet i bëja një thirrje të gjithëve. Sot duhet jemi të gjithë tifoza kuqezi. Sot më shumë se kurrë. Përdesë ata duan ta zhdukin këtë markë, këtë histori, këtë mrekulli të bukur të sportit shqiptar, tifozërisë dhe të imazhit tonë. Si kishte emrin dhe herë ky personazhi këtu? Sabiti. Ju përshëndes unë Arigloni dhe Sabiti nga ky podcast. Ju falenderoj shumë që na ndoqët dhe ndjes për vonesën. Gjithsesi mesazhi mendoj që e dham dhe besoj ne shpresoj se për mua është një përgjegjësi shumë e madhe realisht. Flas në emër të gazos, kështu që unë konsideroj edhe ty edhe si me që edhe gazetar si korrier në kuptimin e historisë që lajms ke parasysh. Po si thjesht si gazetar, kisha ardhur thjesht si gazetar, e kam shumë thjesht. Të vetëm e kam shumë thjesht. Ndoshta në momentin që flet si një, un jam thjesht antar i thjesht që të jemi qartë, nuk jam as përfaqësues as diçka në TKZ, domethënë sepse kemi një hierarki, pra. Edhe antarësimin në shkencë simbolike ndoshta un mund ta merrja ta bëja, por antarësimin nuk ta bëj dot unë. E di. Tash unë do bëj kërkesë zyrtare, do ja marr dhe shëfjes përfaqësuesi. Un jam thjesht antar i thjesht që shpresojmë të bëjmë një diçka të vogël, një kontribut vogël, më aq mundësi sa kemi. Unë mendoj që sot të bësh antar i tifozave kuqezi është një detyrë patriotike përballë planit në dëm të Shqipërisë, shqiptarëve, sportit dhe tifozave kuqezi. Ata duan të zhbëjnë historinë, ne duhet të bëjmë atë që ti them në fillim. Sot jemi më të fortë se